Sot janë zhvilluar ndeshjet e Xhiros së 9 në ligën e parë futbollistike të Maqedonisë. Shkëndia ka shënuar fitore në ndeshjen e zhvilluar në transfertën kundër Pelisterit në minutat e fundit të takimit, kurse Renova ka barazuar në Tetov ndaj Pobedës. Skuadra tetovare Shkëndia ka zhvilluar ndeshjen si mysafir me Pelisterin, ndonse gjatë gjithë ndeshjes ekipi tetovar ka pasur disa avantazh, pasi që posoi gol nga Ferreira Karodoso, megjithatë në fund të takimit është rikthyer në lojë. Fillimisht ka qenë Ferhan Hasani në minutën e 83 që ka barazuar shifret, kurse braziliani Junior ka shënuar një minutë më vonë për të kaluar në epërsi ekipin tetovar. Në këtë ndeshje nuk kanë munguar korret me përmbajtje nacionaliste kundër shqiptarëve, ndërsa gjatë shënimit të golit të dytë është sulmuar edhe bankina ku kanë qëndruar futbollistët rezervë të Shkëndijës dhe stafi teknik. Delegati i ndeshjes disa herë ka paralajmëruar se do të ndërpres ndeshjen për shkak të këtyre thirrjeve nacionaliste kundër shqiptarëve. Në ndërkohë në Tetov Renova është përballur me ekipin e Pobedës, ku ka përmbyllur edhe një takim pa humbje, ndërsa ndeshja ka përfunduar me rezultat 1-1. Në pjesën e parë të takimit Renova ka qenë në disavantazh pasi që në minutën e 29 ka mpësuar një autogol nga futbollisti Visar Musliu, por në pjesën e dytë Renova menjëherë ka barazuar shifra duke shënuar gol në minutën e 46 përmes futbollistit Xhelil Abdullahi. Në ndeshjet e tjera u arritën këto rezultate: Makedonia Gjorçe Petrov shkupi 0-1, Silex Vardar 1-3.